Kadri Kryziu ka reaguar pas deklaratës së ish deputetes së Lëvizjes Demokratike të Kosovës, Mubera Mustafa, e cila vlerësoi pozitivisht qeverisjen e Shaqir Totajt në Prizren. Në një shkrim në Facebook, Kryziu tha se e pëlqeu sinqeritetin e Mustafës dhe shtoi se koalicioni PDK-LDK në Prizren reflekton një afrim më të gjerë mes dy partive tradicionale. Ai analizoi gjithashtu pozicionin e figurave të tjera brenda LDK-s, si Driton Selmanajt, Elumir Abdigjiku, si dhe ndikimin e rezultateve në Prizren e Prishtinë, të cilat mund të kenë një balancë të brendshme të partisë për cilë vota sot. Krahas kësaj, Kryziu paralajmëroi zhvillime interesante në horizont. Në vijim, postimi i tij plot. Më pëlqeu deklarata e Mubera Mustafës, e cila tha se mendon që Shaqir Totaj nga PDK ka qeverisur mirë gjatë këtyre 4 viteve. Sinqeriteti është gjithmonë një vlerë. Koalicioni PDK-LDK në Prizren nënkupton se edhe Driton Selmanaj mendon njësoj, edhe se disidenca e tij me PDK-n i përket së shkuarës. Me që Lumir Abdigjiku nuk e kundërshtoi këtë koalicion, siç bëri me rastin e Xhafer Tahirit, atëherë nënkuptohet se edhe ai e mbështet. Të dielën do të mësojmë nëse edhe Shaqja do të vazhdojë edhe 4 vite të tjera apo nëse Prizreni do t'i hapë derën e ndryshimit, duke ja dhënë shansin një djalit të rije të papërlyer. Në anën tjetër, Uran Ismaili, PDK, nuk mendon se përparim Rama i LDK-s ka qeverisur mirë, ndaj ka zgjedhur të qëndrojë anash. Ndërkohë, Lumir Abdigjiku po përpiqet të shes mjegull brenda LDK-s, duke përhapur idenë e një marrëveshjeje jo publike me PDK-n për balotazhin në Prishtinë. Kjo është në thelb mënyra për t'ia bërë qefin përparimit, sepse Lumiri e sheh atë si rival të mundshëm në të ardhmen. Nëse përparim Rama fiton në Prishtinë, fitoria do të jetë plotësisht merita e tij personale, jo e Lumirit, dhe rrjedhimisht, ai duhet të bëhet kryetari i ri i LDK-s. Por nëse fiton Hajrullah Çeku, LDK-ja do të rrëshqas në nivelin e partisë së tretë në Prishtinë.